Amerika, po 250 vjeta plak. Nuk është janë shumë, tush 250 vjet. E ti si tush njëshi botës kuptim në lafit. Po, perandoria më e madhe në botë, aktuale, e cila zhvilloi perandorinë angleze. E cila lindi nga perandoria angleze. Dikur emri i Amerikës ishte Anglia e Re. Dhe në vitin 1700 sa i bie, në 80 ku diun se i bie, që të bëhet 250 vjetori, amerikanët për të mos paguar taksat, ose sakt, anglezët e rinj, për mos paguar taksat, është justifikimi, themeluan Amerikën, duke bërë luftë me perandorinë angleze. Në fakt, nuk është kaq e thjeshtë. Është pak më ndërlikuar. Është çështje jo thjesht taksash. Është çështje sovraniteti. Ka të bëjë me një model të ri ekonomik botëror, që të bëjë me liritë e individit, ku u ndërtua një hapësirë e re territoriale botërore, ku vendoset ca kritere krejt të ndryshme që do mbjetonin kohës nga standardi i kohës. Dhe lidhet shumë ngushtë me fuqinë e individit, jo të kolektivit, që lidhet me fuqinë e qytetarit që është i barabartë mes barabartëve, dhe jo në privilegje, siç ishte koha atë kohë, ku në Angli, në Francë, në Gjermani, e kudo tjetër kishte një hierarki që përcaktohej nga trashëginia. Kishte hierarkia e titujve, e statusit social. Mbretërit, aristokratët, e kështu me radhë. Në fakt, koncepti i gjakut blu është thelbësor për të kuptuar edhe raportin ton si vend, raport dhe me Amerikën, edhe me botën dhe me historinë dhe me veten, edhe me gjërat që po ndodhin aktualisht. Butrinti është historia e gjakut blu të Europës. Dhe kjo nuk është një nga ato teoritë fantastike që shpikin njerëzit. Dhe gjithë literaturën europiane përcaktohet gjaku blu si koncept. E ke dëgjuar? Nga ata origjinë, nga Butrinti. Pse nga Butrinti? Për shkak të një legjende që qarkullon gjithë Europën në atë kohë, që familjet aristokratike kanë origjinën, pra mbretërore, aristokratë e tjerë, kanë origjinën nga Troja. Dhe historia e Butrintit, dhe nuk ka rëndësi si është e vërteta, e rëndësishme është si është konsideruar në historinë e krijimit të gjakut blu në Europë, vjen nga familja Eneas, vjen nga familja e Priamit, të Trojës. Dhe gjaku blu europian përcaktoi që vinte nga Troja. Dhe stacioni ku ata kishin ndërtuar origjinën e tyre ishte Butrinti, që u krijua nga familja e Priamit për shkak të shkatërimit të Trojës. Ka shumë teori ku ndodhet Troja, por mund kanë zero rëndësi, pasi kemi dokumentuar Butrintin. Ç'më duhet mua Troja, kur unë di Butrintin? Ku kanë qenë përpara Butrintit nuk më intereson. Pse? Sepse më mjafton Butrinti për të kuptuar arsyen pse familja Rothschild ka përcaktuar në konsensus me familjen Soros që Shqipëria të bëhet Izraeli i ri. Po mirë, Rothschildët e kanë marrë Butrintin? Rothschildët, me dokumentat që kam nxjerrur unë, Po? që e pata shkakun nga një dosier që bëri në vitin 2022, #.l e Habion Hasanit, ku tregoi dokumentin e parë që drejtori, apo më saktë pronari, i Fondit Amerikan të Zhvillimit ishte përfaqësues fuqi plot i interesave të familjes Rothschild. Granos, Michael Granos. Ky njeri kishte një dokument që ka publikuar për të parë #.l në 2022 i Habion Hasanit, ku tregohet prokura që ka dhënë familja Rothschild që të përfaqësoj në ekskluzive dhe me përgjegjësi sikur të jetë vetë familja Rothschild interesat ekonomike të familjes Rothschild.
që do thot Butrindi, që është marrë nga Michael Granov për të themeluar një fondacion me kryetar anti-shqiptarin më të tërbuar të arkeologjisë europiane. Arkeologët më anti-shqiptar, më kupton, kanë zgjedhur kryetar të fondit, ka marrë Butrindin për shkak se siç dolën Izrael me teorinë e Biblës, që është tokë e premtuar 3000 vjet më parë, Butrindi është për të marrë kontroll 3000 vjet më parë. Gjakun blu europian. Tani pse thash 3000 vjet më parë? 3000 vjet më parë, se sipas analizave, rezulton që historia e Trojës të konsiderohet diku ke 1000 vjet para Krishtit. Të konsiderohet. Dhe Butrindi ka këtë gjurmë. Dhe Butrindi është konsideruar historikisht djepi i gjakut blu të Europës, për shkak të familjes Priamit. Pra, çfarë është Europa? Është gjaku blu i familjes së Priamit të Trojës. Dhe në këtë logji, kontrolli mbi Butrindi ka qenë një projekt shumë i vjetër, që ka qenë kontrolli mbi gjakun blu europian, e cila përcakton aristokracinë miravicare të Europës. Pra, arsye pse ne kemi mbretër që vijnë nga gjaku blu, që kemi aristokratët, baronët, kontët, lordët e gjithë ta, përcaktohet nga Butrindi sipas historisë europiane time. E thënë ata në shekullin e 15, 16, 17 e kështu me radhë. Dhe koncepti është që ata që kanë përcaktuar këtë gjë, ndërtuan një Europë me këtë si thosh hierarki. Në Amerikë, para 250 vjetëve, ata nuk donin më të kishin këtë pushtet të njerëzit privilegjuar mbi njeriu e lirë, për shkak se ata ishin koshient, ishin territor të ri. S'kishin më trashëgimi aristokratike për të pasur mbi kurris, më kuptove logjikën. Dhe ishin njerëz të lirë që mund të merrnin tokë dhe ti ke patur filmat kur e merrshin tokën me flamur. Pra, vendi i njerëzve të lirë. Dhe 250 më parë është eksperimenti më i rëndësishëm histori, që është krijimi i Amerikës. Kishte një copë të vogël, Anglia e Re quhej, në lindjet e Amerikës, që përfshinte këtë zonën lindore, bregdetin lindor, që Atlantik. 250 më parë u bë luftë. U bë luftë midis kolonëve amerikan dhe kolonëve anglez, po e quaj, ushtrisë angleze. Ne na thanë që fituan amerikanët luftë. Na ka rrejt. Lufta fituan anglezët. Por u bë një marrëveshje midis City of London të çufave dhe përfaqësuesve mason të Amerikës, që ishin etrit e kombit, ku ra dakord që do të bllokoheshin pagesat e ushtrisë angleze për 3 muaj nga City of London, që të kapitullonte Anglia përballë një marrëveshje mbi krimin e Amerikës, që ka të bëjë kontrollin financiar të Amerikës 250 vjet më parë. Dhe kur amerikanët evoluan brenda pak vitesh, në 30 vjet, u bë lufta e dytë, që s'na tregojnë. Është 1812-s, ku përfundimisht u sankcionua që në administratën amerikane nuk do ketë kurrë çufë. Do ketë vetëm protestantë dhe të krishterë. Dhe kjo qëndroi në dekada. Deri në vitin 1913, 1911, kur u krijua kanceri Rothschildëve që quhet Federal Reserve, që njësuesi amerikanët ngritën luftë në vitin 1700 kundër taksave që pagueshin mbretërisë angleze. Këta vunë në kontroll parazitar, kancerogjen, se gjithë paratë amerikanëve, në pasurisë amerikanëve, dhe kur Trumpi ka marrë fjalimin në 2025, në 20 janar, në Capitol Hill, ka deklaruar tekstualisht: kjo është koha që ne, si Amerikë, do fitojmë pavarësinë e vërtetë. Pavarësinë. Më fali sekond, 249 vjet? Para e këshin fitua, apo? Kështu na kam mësuar librat ne. Po ai tha, do thot dikush jam për të dhënë Trumpit. Po, futën burg shoku Trumpit në 2024
në muajin gusht apo korrik se mbaj mend, kur deklaroi në një miting elektoral Steve Bannon që tani do fillojmë pavarësinë e vërtet nga Anglia, nga City of London, nga çufët. E futën burg 3 muaj. Me pretekstin që nuk po zbaton ligjin amerikan se kishin dhënë me gjendje të lirë këtë. Ishte 3 muaj dënuar, po nuk po e fusnin burg për shkak se po e trajtonin gjendje të lirë. U bëi rrezikshëm, se tha gjëra që s'do t'i thosh. Dhe koncepti është që Amerika sot është në luftë për pavarësinë e saj, pas 250 vjetësh. Nga City of London, i cili ishte shtëpia Rothschildëve. Pra kemi një luftë që shpjegon Stanley Kubrick të Napoleonit, në familjen Rothschild, që nuk e lanë ta bëjë atë film dhe pastaj vranë Rothschildët kur bëri filmin, si tregonin që ta kontrollin si kancer botën, po jo thjesht familja Rothschild, më kuptova rregji. Rothschild and Co. Janë të tjerë që janë pjesë e kësaj historie. Dhe sot 250 vjet pas pavarësisë de jure të Amerikës, Amerika është në luftë për fituar pavarësinë nga kanceri i City of London dhe i gjithë lufta në Hormuz u bë për të çmëntuar kancerin anglez të City of London që kontrollonte detrat. Përfshi edhe Hormuzin dhe City of London fiton para çdo ditë sa ka një konflikt ndërkombëtar në det. Këtë herë ja hoqën luksin, ta bënte sepse ja e përzun nga Hormuzi amerikanët dhe iranjanët duke u luftuar gjoja me njëri tjetrin. Sipas teorisë time, që është e papranueshme për të gjithë, po është vetëm për mua e pranueshme. Dhe kam shkruar në anglisht disa ditë para bombardimit të Iranit nga Amerika dhe Izraeli. Ekziston një skem se si pengu për të hequr qafe pengmarrësin, përdor targetin që e sulmon fort për ta fuqizuar që ai të shkatroj pengmarrësin për të shpëtuar pengun. Që do të thotë Amerika ka sulmuar Iranin me entuziazëm shumë të madh pro-izraelit që ta fuqizojë Iranin në dëm të Izraelit për të shpëtuar nga pengmarrë. Dhe Amerika është një vend i pushtuar aktualisht në luftë për pavarësi. Slogani i pavarësisë tyre quhet America First. Slogani i shqiptarëve për të shpëtuar nga ky sullim, ky pushtim, është Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Shqipëria nuk është në shitje, është një njëjta histori. 250 vjetori i Amerikës është një histori që ne duhet ta dimë siç është e vërteta, që të kuptojmë si funksionon bota dhe shqiptarët janë me fat që e kanë aleat Amerikën për shkak se eksperienca ballkanike e 35 vjetëve të fundit vërtetoi që nuk ishte asnjë shans Kosova të fitonte pavarësinë pa rolin drejt për drejt të Amerikës dhe të lobit të çufove, i cili e mbështeti pavarësinë e shqiptarëve të Kosovës, sepse pas Shqipërisë e ka rradhën Kosovë. E kuptove? E ka mbështet Shqipërinë dhe Kosovën, sepse u duhet dhe Kosova, nuk u mjafton vetëm Shqipëria. Sepse tokat e Kosovës janë më të mira se tokat e Shqipërisë për tokë bujqësore. Ne kemi më të mirë blegtorin, prandaj vran blegtorin dhe zhdukon edhe pakitaj malevi dha fund përfshi dhe të projektin e planeve diellore për të vrarë gjithë blegtorinë shqiptare. Sepse blegtoria është arsye pse kanë mbietur 6000 vjet shqiptarët. Domethënë, ti po thu që masit marrin punë tuke neva ata ti marrin. Kanë filluar në Kosovë. Kanë të filluar. Thjesht janë 10 vjet vonesë për shkak të kohës. Ata e fituan pavarësinë në 99, apo? Ishin protektorat ndërkombëtar në 2007. Apo? A 2008 se më kur mori pavarësinë Kosova. Koncepti se ngatroi NATO në pavarësinë e Kosovës, se Bushi i bëri të dyja. Koncepti është pra që ne jemi projekt për Izrael njëri shoqërisa. Ishte Sezanit mos harro, do që ti ishte Samson. Është Hormuzi i Mesdheut. Thebi është që ne këtu kemi në dorë fatet tona. Për fatin ton të mirë. Amerika, që ka qenë aleati i Shqipërisë, që në vitin 1918, 19, 20, pastaj Wilson që i dha dërbën e fundit armiqve për të pranuar pavarësinë e Shqipërisë që të ekzistonin,
është historia se si ne kemi aleat amerikanë përveç çdo njerëz. I kemi aleat. Ata janë njëri në hall mos më të madh se sa joni, natyrisht për masat perandorake të fuqisë globale. Ne jemi shumë e vogël, më kupton lëgjë. S'po them ne fjalë. Koncepti është që shqiptarët duhet të kuptojnë që Amerika është aleat i Shqipërisë. Dhe Rama ka për ta rënë fare për shkak kontributit amerikan në rast se ne shqiptarët arrim të bëmi pretekst i rënies së Ramës, sepse Amerika është vetë pushtuar nga Izraeli. Dhe janë familja Rothschild në kohë. Dhe ata nuk të shprehen favorin ton, pushtirimin ton, por jemi ne që nëpërmjet flamingove të shërojmë Shqipërinë, që dhe Europa të shpëtojë nga ishulli Samson, më kupton logjikën, ku të gjithë po luftojmë për kundër një korrupsioni, trafiku drogës, dhe asnjë sa thotë të vërtetën, se asnjë zguxon t'ia thotë në çufove atë që po bëjnë në Shqipëri. Në 1700, kur u bë pavarësia e Amerikës në dy luftrat me Anglinë, kontrollin e parave të Amerikës e morën quftë. Ishte marrëveshje me City of London, ndryshe nuk e fitonin dot pavarësinë. Këto janë kompromiset historike botërore. Sot Amerika është në luftë për pavarësi. Quhet America First. Slogani i tyre. Ne mos e harro, e kemi Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Shqipëria nuk është për të shitur. Fiksoni.